Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti zbulon se kur do të rikthehet. Po kalojnë më shumë se 2 muaj që kur Gjesti humbi vëllain e tij të vetëm. Eldion Kelmendi humbi jetën tragjikisht në një aksident trafiku në Pej. Ndarja e parakohshme nga jeta ka bërë që familja të përjetoj dhimbje të mëdha. Ndonse kanë kaluar muaj, Gjesti nuk ka bërë as edhe një paraqitje në rrjetet sociale. Ende nuk ka një njoftim as nga Gjesti dhe as nga menaxhmenti i tij se kur reperi pritet të rikthehet skenës muzikore. Kujtojmë se Gjesti fitoi simpati të madhe pas pjesëmarrjes së tij në Bigun e Shqipërisë.